Gëzuar nga ferma Bures, këtu në Delvin, ferma e gomaricave, më e famshme në Shqipëri. Këtu mund të shihoni një byrek me qumësh gomarice. Ky është byreku më i shtrenjtë. Nuk jep shtrenjtë Lilo, sigurisht. 30 euro personi. Me çka ka tavolinë? Kjo tavolinë është 30 euro personi. Keni mishin, çfarë mish është kjo? Mishkriçi. Oh, mishkriçi nuk e dot. Mishi kriqit është mbreti i anemis për njeriu. Ka në Shqipëri që e kërkojnë mishin e kriqit? Të rrallë. Të rrallë. Vetëm ata që e njohin. Një pjesë e Kosovës, një pjesë që e diasporës janë jashtë, edhe shumë të rrallë. Në Shqipëri jo. Në Shqipëri jo. Shqipëri nuk e njohin. Nuk është se shishtrojnë. Pirsi është 100 euro kilja. Unë vap me 50, edhe me 30 o kam dhënur. Po të brëndshme dhe kriqit hanë? U tëngë dhe nëshë zë. Jo. U tëngë. Hanë. Po. Mëlqia, shpretka, zemë. Unë edhe jelë brëti me po. Nuk e di si janë bolla. Kja të bëj zotit djelë, vishërojnë ditë që të thellua një